Produktet shqiptare kanë një hartë të gjerë të tregjeve botërore ku mund të gjenden, por kjo është në varësi të kërkesës specifike të secilit shtet, por edhe të standardeve të përcaktuara dhe që duhen plotësuar. Produktet më të eksportuara të tokës shqiptare për vitin 2025 janë bostanorët, domatet, ranguj, zerzavate dhe kërpudha, por cilat janë shtetet kryesore që kanë kërkesë të lartë për këto prodhime. Në dhënat zyrtare për periudhën janar-gusht 2025 tregojnë se bostanorët si produktet më të kërkuara made in Albania janë eksportuar më së shumti në Kosovë, Serbi, Çeki, Bosnjë-Hercegovinë dhe Bullgari. Sasia më e lartë e bostanorëve është eksportuar në Kosovë afro 21.4 mijë ton, ndjekur nga Serbia me afro 11.3 mijë ton. Ndërsa domatja shqiptare si produkti i dytë më i eksportuar shkon në Serbi dhe Kosovë, ku në këtë rast sasia më e lartë shkon në Serbi me afro 11.7 mijë ton dhe rreth 10 milion euro. Po ashtu trangujt shkojnë më së shumti në tregun serb, ku në 8 muaj janë rreth 5.6 mijë ton, dhe zerzavatet e tjera në tregun e Kosovës me afro 6.2 mijë ton të eksportuara deri në muajin gusht. Sipas të dhënave rezultojnë se pjepër dhe shalqi janë 54.6 mijë ton të eksportuara vetëm në 8 muaj, duke regjistruar një rritje prej 12.4 mijë ton. Vlera e bostanorëve të eksportuara arriti në 12.9 milion euro nga 10 milion euro në 2024. Ndërsa janë eksportuar 18.000 ton domate me vlerë 11.3 milion euro. Sasia e produkteve të prodhuara në tokën shqiptare që kanë shkuar në tregjet botërore ka arritur në 361.994 ton deri në muajin gusht 2025. Krahasuar me periudhën janar-gusht të vitit të kaluar, volumi i eksporteve është rritur me 9.1%. Objektivi ambicioz i qeverisë është që përmes instrumenteve të mbështetjes, siç është skema kombëtare, skema e investimeve, garancia sovrane apo linja e kredisë së butë, deri në vitin 2030, vlera e eksporteve të produkteve bujësore të arrijë në 1 miliard euro.